Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Paregullësi në kontratat të prokurimit, hyrje në obligime kontraktuale pa i pasur mjetet e mjaftueshme, lidhjet kontratave të reja pa i marrë parasysh kontratat ekzistuese, ndarje të subvencioneve pa thirrje publike, janë disa prej 10 shkeljeve që i ka gjetur auditorit gjatë auditimit pasqyrave financiare të komunës së Prishtinës, e të cilat arrin shifra milionshë. Për diskutuar për gjitha këto shkelje, pas pak në studio do ta kemi shefin e Asamblesë të Televizionit Vetëvendosje në komunën e Prishtinës, Gëzim Sfeshla, por si zakonisht në fillim lajmet kryesore ditës. Bislimi e Petković takohet në Bruksel në kuadër të vazhdimit të dialogut. Javën e kaluar nuk pati takim trepalësh për shkak të mungesës së palës serbe. 10 shkelje në procedurat milionshë në komunën e Prishtinës konfirmuan nga zyra kombëtare auditimit. Kryetari Rama është pajtuar me gjetjet. Zoran Vukotić dënohet me 15 vjet burgim për krime lufte në Kosovë. Ish pjesëtari i policisë serbe u dënua për vrasjen e një 13 vjeçari gjatë 99-s. Të paktën 10 persona janë vrarë nga të shtënat në një shkollë të mesme në qytetin austriak të Grazit. Përfshirë edhe të rastin 22 vjeçar që raportohet se ishte ish-nxënës i kësaj shkolle. Një takim mes kryenegociatorëve të Kosovës dhe të Serbisë është mbajtur sot në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković janë takuar si vazhdimsi e takimeve të ndara që patën javën e shkuar me emisarin e BE-s për dialogun Peter Sorensen. Atmosfera punës me delegacionin e Beogradit në Bruksel përpara bisedimeve të drejtpërdrejta midis Beogradit dhe Prishtinës të ndërmjetësuara nga BE-a, ka shkruar Petković para nisjes së këtij takimi. Javën e shkuar, Bislimi pati thënë se takimi trilateral ka dështuar për shkak se pala serbe ka pasur probleme gjatë udhëtimit për në Bruksel. Bislimi ka thënë se në takim me Sorensenin në Bruksel ja ka shpasur qasjen që Kosova do ta ketë në fazat e ardhshme të bisedimeve që do zhvillohen në nivel të kryenegociatorëve apo edhe në takimet e larta që do të udhëhiqen nga shefja për politikë e sigurie e BE-s Kaja Kallas. Ndërkohë Petković pas takimit me Sorensenin pati thënë se situacioni është tema kyçe dhe se nuk do diskutojnë për çështjen e Luginës siç ka përmendur Bislimi. Zyra kombëtare e auditorit ka gjetur 10 shkelje të kryera nga komuna e Prishtinës në vitin 2024. Raporti auditimit për pasqyrat financiare vjetore të komunës së Prishtinës, i cili pritet publikohet javën tjetër, ka specifikuar raste kur ky institucion ka bërë ndryshime në kushtet të kontratave pa aprovimet e duhura, nuk ka lidhur kontrata në bazë të procedurave adekuate të prokurimit, ka hyrë në obligime pa mbulesë buxhetore, ka lëshuar leje ndërtimi pas fillimit të procedurave tenderuese dhe ka paguar miliona euro para dhënje kundërligjshme. ZK-ja ka gjetur po ashtu se vitin e shkuar për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore janë shpenzuar mbi 3.5 milion euro, prej të cilave 1.7 milion për kamata dhe shpenzime për mbarimore 2.4 për borxhin kryesor. Sipas burimeve të kohës, raporti i auditimit i është dërguar komunës së Prishtinës para 2 muajsh. Kryetari i komunës Përparim Rama është pajtuar me gjetjet dhe ka kthyer përgjigje ZK-s në një letër konfirmimi më 29 maj. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 15 vjet burgim Zoran Vukotićin, të akuzuar për vrasjen e një 13 vjeçari. Ish pjesëtari i policisë serbe është akuzuar edhe për pjesëmarrje në masakrën e Studimës, si dhe për numër vrasjes të civilëve. Gjatë shpalljes së aktgjykimit nuk ishin të pranishëm i akuzuari Vukotić dhe mbrojtësi i tij Nebush Avllajić. Prokuroria speciale kishte ngritur 4 akt akuza për krime lufte ndaj popullatës civile gjatë periudhës 98-99 ndaj të akuzuarit Vukotić, por me propozimin e mbrojtësit të akuzuarit, avokati Vllajić ishte bërë bashkimi i çështjes. Ish pjesëtari i Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës, Arnur Spahiu, të cilit i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 1 muaji në Serbi, po dyshohet për kryerjen e veprës penale vrasje rënd, ka konfirmuar gjykata e lartë në Subotic. Është avokati i tij Arjan Koci, i cili ka thënë se ai aktualisht është në Serbi dhe do të ushtrojë ankesë ndaj këtij vendimi. Spahiu gjendet në paraburgim përse hënës kur i është saktuar masa nga autoritetet serbe. Ai është daluar atje derisa po udhëtonte me familjen e tij me autobus. Koci ka deklaruar se kallëzimi penal
penal ndaj Spahiut është bërë nga BIA serbe, teksta ka shtuar se një veprim i tillë është përndjekje politike dhe një zinxhiri të koordinuar nga Serbia. Sipas Kocit, shteti serb ka për qëllim të friksojë pjesëtarët e strukturave të sigurisë në Kosovë. Ndërkohë ai ka kërkuar reagim publik të kryeministit në detyrë Albin Kurti dhe të presidentes Vjosa Osmani. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se të martën është zhvilluar një urdhër kontroll në një lokacion të lagjes Aktash në Prishtinë pasi në shtatorin e 2024-s kishte mbetur i vrarë një person si pasojë një incidenti me armë. Themeloria ka njoftuar se gjatë basisjes është arrestuar një person për veprën penale vrasje rënd në tentativë dhe bajtje në pronësi kontroll ose posedimi i paautorizuar i armëve. Gjatë kontrollit në vendin e ngjarjes është sekuestruar një pistolet që dyshohet se është përdorur gjatë kryerjes së veprës penale. Hetimet për rastin ku janë plagosur edhe 5 persona të tjerë janë duke vazhduar në koordinim mes prokurorisë dhe policisë së Kosovës. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ju ka bërë thirrje veteranëve të UÇK-s dhe familjarëve të tyre që të mos u thojnë nëpërmjet Serbisë. Thirrje të ngjashme ai ju ka bërë edhe pjesëtarëve të institucioneve të rendit dhe të drejtësisë. Reagimi i Haradinajt vjen pak pasi autoritetet serbe kanë ndaluar dhe tashmë ja kanë caktuar masën e paraburgimit të ish pjesëtarit të policisë së Kosovës Adnor Spahiut. Lëvizja vetëvendosje ka përmendur mundësinë që bashkë me zgjedhjet lokale të saktuara për 12 tetor të mbahen edhe zgjedhjet parlamentare. Por për të bërë kjo, kuvendi patjetër duhet të konsultohet. Sipas Eugen Cakullit, përfaqësuesi i organizatave monitorueseve të zgjedhjeve Demokracia në Veprim, ekzistojnë 3 rrugë kushtetuese që të përmbushet propozimi i vetëvendosjes. Skenari i parë sipas tij është ai i shpërndarjes së kuvendit pas konsultimit. Skenari i dytë është dështimi për ta zgjedhur qeverinë brenda 60 ditësh pas konsultimit, ndërsa i treti është dështimi 2 fesh për ta zgjedhur qeverinë. Për të mbajtur zgjedhjet më 12 tetor, bashkë me ato lokale, sipas këtyre skenarëve, duhet të dështojnë më së paku edhe 12 seanca, edhe më së shumti edhe 42 seanca. Kuvendi i Kosovës të mërkurën e mban seancën e 30 në përpjekje për të konsultuar. Bizneset nesër duke nisur nga ora 11 do ta vazhdojnë protestën e tyre në sheshin Skënderbeu në Prishtinë për kundërshtuar vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë për tregun e lirë të energjisë që hyri në fuqi më 1 qershor me kërkesën themelore që vendimi të shtyhet për një vit. Në një konferencë për media, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulizim Brafuna, i kërkoi qeverisë që të reflektojë se nuk është vullneti i bizneseve që të protestojnë, por po detyrohen të shprehin pakënaqësi në këtë formë. Binjimi i 300 biznese sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të bizneseve Agim Shahinit janë në hall si pasojë e këtij vendimi. Drejtues të organizatave të tjera të biznesit në këtë konferencë për media paraqitën shqetësimet dhe kërkesat e tyre. Duke i referuar takimit me drejtues të Kekut, vunë duke se Keku nga 1300 biznese kishte nënshkruar kontrata vetëm me 3 biznese, ndërsa bizneset e tjera, duke ditur pasoja që i presin, nuk kanë nënshkruar kontrata me Kekun. Shpreh gjatë muajve të fundit, këto do të shprehen ne. Ish kryeministri i Kosovës Namërgem Bujar Bukoshi ka vdekur të martën në moshën 78 vjeçare. Rrugtimi i tij ka nisur fillimisht me angazhimin si mjek për të bërë më pas bashkëthemelues i partisë së drejtuar nga Ibrahim Rugova e për të shërbyer si kryeministër i qeverisë Namërgem. E pas pavarësisë së Kosovës, ai ka ushtruar edhe funksionet e ministrit të shëndetësisë dhe të zëvendës kryeministrit. Ka vdekur në moshën 78 vjeçare ish kryeministri i Kosovës Namërgem Bujar Bukoshi. Ai prej vitesh ka vuajtur nga një sëmundje e rëndë. Gjatë karrierës së tij politike, Bukoshi e pati udhëhequr qeverinë e Kosovës në Namërgem në periudhën midis viteve 1991-1999. Sipas biografisë së tij në fjalorin enciklopedik, ai arsimin fillor e ka kryer në Suharek, ndërsa të mesmin në Prizren. Studimet për mjeksi ka përfunduar në Beograd, teksa pas diplomimit ka punuar në Drenas dhe më vonë edhe në repartin e urologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Bukoshi ka qenë njëri prej themeluesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që është udhëhequr nga Ibrahim Rugova.
Në vitin e 1989 ai është zgjedhur sekretar I LDK-s. E një vit më vonë ai është larguar me dhunë nga puna e tij si mjek, derisa 2 vjet më pas është emëruar kryeministër I Republikës së Shpallur pas suprimimit të autonomisë së Kosovës. Bukoshi u pat larguar fillimisht për në Sloveni, teksa detyrën si kryeministër në Mërgem më pas e ka ushtruar nga Gjermania. Pas luftës ai ka shërbyer si deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërsa ka qenë edhe nënshkrues I Deklaratës së Pavarësisë. Një vit pas shpalljes së pavarësisë, Bukoshi është emëruar ministër I Shëndetësisë, funksion të cilin e ka ushtruar për 2 vjet, teksa më pas është caktuar edhe zëvendës kryeministër për 3 vjet të tjerë. Pas vetës, Bukoshi ka lënë bashkëshortën dhe 3 vajza. Në nderim të jetës dhe veprës së tij, të mërkurën Lidhja Demokratike do të organizojë një mbledhje komemorative. Me shefin e Asamblesë së Televizës